Gjesi sherr në zyre. Demolohet kompjuteri, çka ndodhi dje? Zbardhen detajet. Pas ditën e djeshme, lajmi për ndalimin e artistit të njohur mori vëmendjen e mediave. Por praparisht të raporteve policore, fshihet një histori e gjatë tensionesh, që lidhet drejt për drejt me të drejtat mbi muzikën e tij. Nëse e keni ndjekur sagën muajit e fundit, e dini për plasën publike që ai ka pasur me kompaninë Onima. Artisti i ka akuzuar vazhdimisht për padrejtësi, duke deklaruar se puna e tij po mbahej peng, çka e detyroi të bllokonte publikimin e projekteve të reja. Ndërsa kompania deklaronte se obligimet vinin nga kontraktat e nënshkruara, duke e quajtur reagimin e tij një fushat presioni. Një mini dakordim duke se ishte arritur kur u nxorr projekti Dedikim, mirë po mospajtimet kanë vazhduar. Burime për Prive Libertas Pahiu bëjnë me dije se situata ka degraduar ditën e djeshme. Gjatë një shkuarje në zyrat e kompanisë për këto probleme, debati ka kaluar në një nivel tjetër. Sipas burimeve tona, në tension e sipër është humbur qetësia dhe raportohet se është demoluar një kompjuter në zyre, çka ka detyruar drejtuesit të lajmërojnë policinë. Njoftimi nga prokuroria themelore në Prishtinë konfirmoi 3 dyshime zyrtare për artistin: kanosje, asgjësim i pasurisë, si dhe mbajtja e armës pa leje. Për momentin, atij është shqiptuar masa e ndalimit prej 48 orësh.